vjen kryeministri në i sotmi, në Kukës, në Has, ku diun nëse ka ardhur në Has, por e duar trokasin gjithë. Krijohet ideja gjithë të lumtur aty. A thu se ne gënjem, qof gazetari, qof ti këtu. Na e përdorim një shprehje, sikur me të hynë fukarallek i mrena, një herë për 40 vjet nuk del më për shtëpie. Kështu që me na hi keqe, na ka hirë keqe, duhet me prit 40 vjet. 30 e saj kim bon, po presim edhe një 50 vjet noshti. Ata që duar trokasin halli po thu. Ata e dit. Servila duar. Ata e din pse duar trokasin. Servilat ata që Kështu kim duar trokit edhe na o vëlla. E duar trokasin prap. Se e hom sapunin për djath. Thatë Mimi Kodeli, thatë Pandeli Majko, me që janë të fundit. Kur të vinë herë tjetër, oret, si thot populli plaqin sytë, nuk e shikon rrugën ku ecën? Jo, nuk vinë dyert njëtit njerëz. Nuk vinë. Jo, kjo është problemi, s'vinë dyert njëtit njerëz. Mirë, dakor. Çdo parti i ndron, nuk i bie dyert njëtit njerëz. Dakor. Po i ndërum gazetar. Këtu për zotin është mundësia me punu, është mundësia me jetu vetëm me pas rrugë ose diçka. Unë Po këtu jetohet edhe vetëm me makina, me arturistët jetohet këtu. Unë për vetë për shembull si profesion kom punu shofer. Jem kanë punë në Kosovë me Enverin, Enveri është hala aktualisht në punë. Unë nuk kom mujt me njek ma punën. Nuk mund e njeki ma. Pse se dëmtoj makinën, dëmtoj ma shumë hupi se sa fitoj. Se puna është lërë. Kurse po tjetë rruga asfaltu në njeki punën Kukës ose në Tiranë njeki punën. Se për 3 orë shkoj në Tiranë. Për 3 orë vi. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Që keni ngrit zonin tonë. S'kemi asnjë fjalë çfarë themi, po themi. Jo, keni thonë bolse. Shpresa Zot edhe urojmë që ta shoh kryeministri edhe ku diun. Ju keni thonë bolse se keni ngrit zonin tonë edhe jeni vetmit gazetarë që keni ardhur me kajt hallin tonë tamam me dorë në zemër pas një lloj interesi. Faleminderit shumë për ju.